Shpeshherë kur bëjmë formën e një centrali, duke bërë shtrezimin, pak a shumë na duket okay, na humbet edhe çik fokusi nga forma edhe për arsye të ngjyrës ose reflektimit që mund të ketë porcelani. Prandaj shkojmë përdorim te fluorin magjik, ku praktikisht e bëjmë monokrom, ngjyrë të fluorit, dhe shohim pak pastaj gjithë format edhe detajet e vogla që ka centrali tjetër edhe për ta imituar te ky. Në këtë mes shikojmë që kemi ndryshime në formë, edhe do shkojmë pikërisht të evidentojmë ato ndryshime që kemi dhe do ja bëjmë këtij centrali që pavarësisht nga ngjyra, forma duhet të jetë identike, sepse forma është ajo që percepton përpara syri i njeriu, pastaj pjesën e ngjyrës. Një pikë kryesore është ky profili i emergjencës këtu, një gingivës. Që herë në parë nuk e kemi bërë fiksi puna e saj dhe do shkojmë ta bëjmë pikërisht tani, jap një kontur shumë pak të thepisur për të arritur që të mbajë edhe gingivën në këtë lloj pozicioni. Dhe normalisht edhe pjesa margos luan një rol kryesor në të mes për të dukur identik si tjetri. Ne e dim që zona frontale, sidomos një central për ta replikuar ku është në implant, është vërtet një sfidë shumë e madhe, jo vetëm për ne, por për gjithë laboratorët. Po për ju, kush ka qenë rasti më sfidues në zonën frontale me implante?